Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Donald Trump propozoi Eric Cohen për postin e ambasadorit amerikan në Shqipëri. Në një njoftim të publikuar nga shtëpia e Bardh, bëhet e ditur se Eric Cohen nga Kalifornia propozohet të jetë ambasador jashtëzakonshëm dhe fuqiplot i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Republikën e Shqipërisë. Cohen ka mbi 3 dekada shërbimi aktiv. Ai ka përfunduar detyrën e tij të fundit si komandant i 5 i shtabit të operacioneve speciale të NATO-s nga ku u largua më 29 janar 2021. Cohen mbajti një sër pozicionesh të rëndësishme në strukturat e sigurisë dhe mbrojtjes së SBA-s. Ai shërbeu si koordinator i sigurisë dhe SBA-s për Izraelin dhe autoritetin palestinez në periudhën nëntor 2017 dhe tetor 2019. Merret ka qenë shef i shtabit në komandën e paqësorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës J.D. Vance i vlerësoi si progres bisedimet me Iranin pavarësisht se nuk u arrit asnjë marrëveshje gjatë fundjavës. Ata lëvizën në drejtimin ton, prandaj mendoj se do të thoshim se kishim shenja të mira, por nuk lëvizën mjaftueshëm larg, tha Vance për Fox News. Shtetet e Bashkuara dhe Irani zhvilluan 21 orë bisedime të drejtë për drejta në Islamabad gjatë fundjavës, në një përpjekje për të arritur në përfundimin e luftës në lindjen e mesme. Vance la të hapur se kur dhe nëse do të zhvilloheshin bisedime të mëtejshme. Pakistani nuk e dorë nga përpjekjet për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve SBA-Iran. Kryeministri Shahbaz Sharif deklaroi se përpjekjet janë ende në zhvillim, edhe pse bisedimet e fundit në Islamabad nuk arritën një marrëveshje përfundimtare. Kryeministri Sharif theksoi se armëpushimi aktual është rezultati i përpjekjeve të vendit të tij, duke shtuar se puna vazhdon për të adresuar disa çështje që mbeten të pazgjidhura. Ai e cilësoi procesin si delikat, por me progres të dukshëm. Kancelari gjerman Friedrich Merz deklaroi se nuk ishte i befasuar nga dështimi i bisedimeve midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit të zhvilluara fundjavën e kaluar në Islamabad. Duke folur në Berlin, kancelari Merz tha se pasojat e kësaj lufte do të ndihen për një kohë të gjatë edhe pas përfundimit të saj. Do të jetë një proces afatgjatë, do të vazhdojmë të përballim me ndikimet e tij, tha Merz. Në aspektin ekonomik, ai paralajmëroi për presione të konsiderueshme mbi ekonominë gjermane dhe familjet. Qeveria në Berlin po përgatitet për një periudhë të zgjatur vështirësisht duke synuar të ruaj konkurrueshmërinë ekonomike dhe të lehtësoj barën mbi qytetarët. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Samiti i 4 i diasporës hapi si parin të hënën në një ceremoni ku të pranishëm ishin personalitete nga vendit e bota. Me logon përmes rrënjve lartësohemi, diskutimet janë konceptuar në 18 panele. Për gjatë 3 ditëve që do të trajtojnë fuqizimin e bashkëpunimit ekonomik dhe nxitjen e investimeve nga diaspora, rolin e saj në promovimin e turizmit dhe imazhit të vendit, si dhe rëndësinë e transferimit të njohurive dhe eksperiencës në fushat e arsimit, shkencës dhe inovacionit. Një vëmendje veçantë do t'i kushtohet ruajtjes së identitetit kulturor dhe gjuhësor. Në hapjen e samitit përshëndeti dhe presidenti i Republikës së Shqipërisë, Bajram Begaj. Duam që diaspora jon të jetë partnere e së ardhmes së Shqipërisë, që të investoni mendjen dhe kapitalin tuaj këtu, në vendin tuaj. Por partneriteti kërkon angazhim, kërkon edhe përfaqësim. Tashmë, e drejta e votës nuk është më një premtim. Është një realitet. Shqiptarët jashtë vendit votojnë dhe zgjedhin përfaqësuesit e tyre. Ndërsa shohim drejt vitit 2030, objektivit strategjik të antarësimit tonë në Bashkimin Evropian, nuk duhet të harrojmë busollën tonë, identitetin tonë kombëtar. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.